Në një manastir të izoluar, ku burrat nuk lejohen, diçka e pamundur po ndodh. Njëra pas tjetrës mërgeshat po mbesin shtatzën. Po si? Askush nuk hyn, askush nuk del. A është kjo një mrekulli? Apo një mashtrim i madh që po trondit themelet e besimit? Dhe pastaj, në mes të natës, ata u zhduken në një vend ku askush nuk duhet të ishte dhe kur e vërteta u zbulua, të gjitha mërgeshat në manastir ku lejohen vetëm gra, nisën të mbeteshin shtatzën njëra pas tjetrës, duke e futur nënën e lartë në panik të plot. Kur ajo vendosi një kamerë të fshehtë zbuloi diçka tronditëse. Nëna Jacqueline ndodhej në zyren e saj, e zgjedhur në rutinën e përditshme të manastirit të zonjës së bekuar, të cilën e drejtonte me dorë të fortë dhe me besim të palëkundur. Ajo po shikonte detyrat dhe lutjet për ditët në vijim, kur dëgjoi një trokitje në nder. E shqetësuar nga ndërprerja, Murgesha mori frym thellë dhe ju përgjigj. Në der u shfaqi motra Clara, doresa e djathtë në manastir. Clara rallëherë e shqetësonte gjatë planifikimeve, kështu që Jacqueline ndjeu me njerë se diçka serioze po ndodhte. Çfarë ka ndodhur, motër Claire? Pyeti ajo duke lënë me një anë letrat. Me zë të shqetësuar, Clara u përgjigj. E reja Camila është shumë e sëmur, po vjedh vazhdimisht në banjë. Sytë e Jacqueline u zgjeruan dhe ajo u ngrit menjëherë. U nisën me shpejtësi nëpër korridoret e qeta të manastirit. Kur arritën në banjë, pan Camilën të gjunjëzuar para tualetit e zbekt dhe e lodhur. O zot, çfarë ka ndodhur bi? Pyeti Jacqueline duke u afruar. Camila mezi fshiu gojën dhe tha, nuk e di, nën. Jam duke ndjerë marramendje dhe të përzjera prej disa ditësh. Nuk më ka ndodhur kurrë më parë. Pse nuk më ke treguar më herët? Pyeti e shqetësuar. Nuk doja t'u shqetësoja, u përgjigj vajza me zë të dobët. Jacqueline pshërëtiu duke u mundur të fshihte shqetësimin. Shëndeti është gjithmonë më i rëndësishëm. Clara, shko në zyrën time dhe sill çelësat e makinës. Do të çoj në spital. Ndërsa Clara nxitoi, Jacqueline ndihmoi Camilën të ngrihej, por në ato moment vuri re që rrobat e vajzës nuk e mbulonin mirë barkun e saj të rrumbullaksuar. Ajo u step për një çast. Camila, ke ngrënë rregullisht kohët e fundit? Pyeti duke shtyrë te mendimin që sapo i kishte ardhur. Camila tunte kokën. Jo, nuk ka mundur të ha për shkak të përzierjes. Jacqueline gëlltiti me vështirësi. Ajo dinte çfarë po i tregonte barku i Camilës, por ishte e pamundur në një manastir të mbyllur ku burrat nuk lejoheshin. Kjo nuk mund të ndodhte. Ajo kujtoi rregullat e rrepta të zbatuheshin. Asnjë mashkull nuk futej në godinë. Dërkesat merreshin vetëm jashtë portës dhe nuk lejoheshin të dilte askush nga manastiri për një vit të plot. Camila ishte ardhur vetëm pak muaj më parë dhe nuk kishte pasur kontakt me askënd nga jashtë. Kjo është absurde, mendoi ajo, por sytë e saj nuk mund ta mohonin atë që shihnin. Në spital Jacqueline e shpjegoi recepcionistes simptomat e Camilës. Ata u referuan Dr. Cindy Thompson, një mjeke e përgjithshme dhe obstetër. Mjekja e dëgjoi me vëmendje historinë dhe filloi të bënte pyetje të hollësishme. Kur filluan përzierjet? Ke ngrënë rregullisht? A ke përjetuar ndonjëherë më parë këto simptoma? Pyeti ajo. Camila ju përgjigj ndershmërisht. Kur doktorja kërkoi të shihte barkun e saj, Camila hoqi rrobat fetare. Dr. Cindy mbeti e menduar për një moment, pastaj tha, Camila, më fal për pyetjen, por a ke pasur ndonjëherë marrëdhënie para se të vijoje në manastir? Camila tundi kokën me turp dhe Jacqueline ndërhyri. Ajo është këtu prej muajsh dhe nuk ka pasur asnjë kontakt me burra. Mjekja urdhëroi analizat të cilat dolën pak minuta më pas. Nuk ka dyshim. Ajo është shtatzën, tha Cindy, në dhomë pra heshtje, pamundur. Përshpëriti Jacqueline. Camila ishte në panik. Nuk mund të jem shtatzën. Nuk kam pasur kurrë marrëdhënie. Testi është i saktë, tha mjekja dhe shtoi se do të bënte një eko për të konfirmuar. Ekoja vërtetoi gjithçka. Dr. Cindy i dha mjekime për të përzierat dhe caktoi kontrollet e rregullta. Në rrugë për në manastir, Jacqueline pyeti me ngul, Camila, duhet të ma thuash të vërtetën. Si ka ndodhur kjo? Camila u përgjigj me dëshpërim. Nuk e di, nën. Nuk kam pasur marrëdhënie. Nuk kam asnjë ide. Jacqueline heshti, e mbërthyer nga dyshimet. A është kjo një mrekulli hyjnore? Mendoi ajo. E frikshme dhe magjepsëse njëkohësisht. Kur mbritën, Clara nxitoi t'i takoj. Si është Camila? Çfarë ndodhi? Është shtatzën, tha Jacqueline. Shtatzën. Si është e mundur? Mblit të gjitha motrat në obor. Kam një njoftim, urdhëroi Jacqueline. Në obor ajo tha, Camila është shtatzën. Nuk ka rëndësi si ndodhi kjo. Ky fëmijë është vepër e Zotit. Ne do të kujdesemi për të dhe do ta duam. Dhe askush nuk do ta përhap këtë jashtë mureve të manastireve. Të gjithë tundën kokën në heshtje, por shoku ishte i dukshëm.
Më vonë Jacqueline i tha Klerës: "Ka diçka në sytë e Kamilës që më shqetëson. Më duket sikur fshet diçka." "Po mendon se ka pasur një burr?" pyeti Klera. "Nuk ka rëndësi çfarë mendoj. Duhet të presim dhe të shohim. Zoti do të na udhëheq." Ditët kalonin dhe Jacqueline e Klera vëzhgonin me kujdes Kamilën, por ajo sillej si zakonisht, e përulur dhe sjellshme. Kjo mungesë provash e forconte idenë se mund të ishte një mrekulli. Por 2 javë më vonë ndodhi diçka e papritur. Kamila hyri në zyrën e nënës së lartë, shoqëruar nga 2 novice të tjera. "Nën," tha ajo, "nuk është fjala vetëm për mua. Mendoj se edhe miqet e mia duhet të kontrollohen." Jacqueline u ngrit e tronditur. Të dyja vajzat hapën rrobat dhe zbuluan barkun e rrumbullaksuar. "Jeni të dyja shtatzëna?" u tmerrua ajo. "Po, nuk e dim si. Thjesht filloi të na rritej barku," than ato në kor. "Thirrni doktor Sindin menjëherë," urdhëroi ajo. Mjekja erdhi me pajisjet e saj dhe pasi i kontrolloi, e vërtetoi që të dyja ishin shtatzëna. Jacqueline mezi qëndroi në këmbë. Si është e mundur? Përsëriste me vete. Pas kësaj vendosi të kontrolloj të gjitha vajzat e reja. Rezultatet ishin tronditëse. Gjithsej, 10 novice ishin shtatzëna në periudha të ndryshme, nga 2 deri në 4 muaj. Jacqueline ishte në krizë. A duhej ta mbante këtë sekret apo ta bënte publik? Pavarësisht të rregullave të ashpra dhe sigurisë së rritur, asgjë nuk ndaloi atë që po ndodhte. Në një bisedë me Klerën dhe murgeshën e vjetër Emily, ky e fundit tha: "Kam frikë nën, nuk e di nëse do të jem e radhës." "Nuk mund të them që është e pamundur, Kler. Asgjë nuk duket më e pamundur," u përgjigj Jacqueline me dhimbje. Doktor Sindi gjithashtu e tronditur bënte kontrollet e rregullta dhe mendoi të kuptonte diçka. Gjatë një vizite, Kamila refuzoi një ekzaminim intim që ishte i nevojshëm për përgatitjen ndaj lindjes. Ky e shqetësoi shumë Sindin, e cila shkoi drejt në zyrën e Jacqueline's. "Nën Kamila, nuk pranon të bëjmë ekzaminimin. Nuk është normale në këto kushte. Mendoni se fshet diçka?" pyeti Jacqueline. "Nuk e di, mund të jetë vërtet një mrekulli, por nuk përjashtoj mundësinë e një shtatzënie normale." "Por këtu nuk ka burra," ndërhyri Klera. "Jeni të sigurta?" pyeti doktoria. Jacqueline pshërëtiu. "Ka vetëm një burr, ati Anatoli. Ai është 80 vjeç dhe gjithmonë në mbykëqyrjen time." Klera u mendua. "Por vajzat kanë ardhur nga bota jashtë. Ndoshta fshehin diçka. Duhet të vendosim kamera të fshehta. Nëse s'ka gjë, atëherë është mrekulli dhe do të kërkojmë falje Zotit për dyshymin. Unë mund të kujdesem për kamerat," tha doktor Sindi. Në të njëjtën ditë që motra Emily mblodhi të gjitha murgeshat në obor për një aktivitet, Jacqueline, Klera dhe doktor Sindi vendosën kamerat e fshehta në korridore dhe zonat e përbashkëta. Për 2 ditë me radhë nuk u vërejt asgjë e dyshimt, por kur Klera kontrolloi pamjet e natës, vuri re diçka të pazakontë. Në mes të natës, disa novice, përfshir ato shtatzëna, largoheshin nga dhomat e tyre dhe shkonin drejt shenjëtorës së manastirit. Ato qëndronin atje për rreth 2 orë, pastaj ktheheshin në dhoma. "Shiko këtë," tha Klera e tronditur. "Aty nuk kemi vendosur kamera," pshërëtiu Jacqueline. "Çfarëdo që po ndodh pikërisht aty. Kemi bërë një gabim. Çfarë do të bëjmë?" pyeti Klera. "Do t'i ndjekim këto mbrëmje. Do të zbulojmë të vërtetën." Kur ra nata, të dyja pinë kafen për të qëndruar zgjuar dhe monitoruan kamerat. Kur pa që grupi u nis sërish drejt shenjëtorës, ato dolën menjëherë pas tyre, por kur mbritën, salla ishte bosh. Qirinjt ishin të ndezur, por nuk ishte asnjë njeri. "I pam që hyn këtu," përshpëriti Jacqueline. Klera nisi të kontrolloi sallën dhe u pengua në një deras të ngritur. Kur e hapën, zbuluan një dorezë metalike që hapte një tunel të fshehtë nën tokë. "A mendon se janë poshtë?" pyeti Klera. "Do ta zbulojmë," tha Jacqueline. Ajo mori pishtarin dhe zbriti poshtë. Tuneli ishte i errët me muret e lagështa prej guri. Klera pyeti: "E dije për ekzistencën e këtij tuneli?" "Kam dëgjuar thashë thëme kur ishe e re, por gjithmonë mendova se ishin mite." Pas disa minutash ecjeje, dëgjuan zëra të qeshura dhe zhurmë. U afruan dhe gjetën një shkallë që të nxirrte në sipërfaqe. E ngritën kapakun me kujdes dhe pan diçka të pabesueshme. Në një fushë të gjerë, novicët shtatzëna ishin me djemë të rinj. Kamila përqafoi një djalë, të tjerat po flisnin me djemë të tjerë. Jacqueline doli menjëherë dhe bërtiti: "Çfarë po ndodh këtu?" Qetësia ra menjëherë. Një prift, ati Anatoli, dhe një tjetër i quajtur Rafael, u afruan të habitur. Jacqueline kuptoi se ishin në manastirin e afërt për meshkuj që përgatiteshin për meshtar. Disa prej tyre nuk kishin as synim të bëheshin prift të rinj. Ishin dërguar nga familjet. Një prej tyre, Stefani, ishte zbuluar një dalje sekrete që çonte drejt manastirit të zonjës së bekuar. Një natë kishte takuar Kamilën dhe ishin dashuruar.
Me kalimin e kohës edhe të tjerët zbuluan tunelin dhe lidhjet e fshehta u bën të shpeshta. Pa dije dhe pa mjete mbrojtëse, shumë prej tyre mbetën shtatzën. Kur e vërteta doli në dritë, Jacqueline, Clara dhe 2 prej të rinj të mbetën të shokuar. Camilla me lot në sy tha: "Nën, ne besojmë në Zot, por nuk ishim gati për këtë jetë. Kishim frikë të zhgënjenim, prandaj gënjyem." Ati, Anatoli dhe Rafael e pyetën Jacqueline: "Çfarë duhet të bëjmë tani?" Pas një heshtjeje të gjatë, Jacqueline tha: "Do t'i martojmë të gjithë u habitën." Ajo vazhdoi: "Faleminderit të Zotit që ende ishit novice, pa dhënë betimin përfundimtar. Tani fëmijët tuaj do lindin në familje të bekuar nga Zoti. Gabimet mund të shlyhen me përgjegjësi dhe dashuri." Disa ditë më vonë, në manastirin e zonjës së bekuar, u mbajt një martesë e madhe. Novicët hoqën rrobat fetare dhe u martuan nga partnerët e tyre. Prindërit e tyre fillimisht të tronditur, u pritën ngrohtësisht nga Jacqueline. Këta fëmijë kanë ardhur me vullnetin e Zotit, edhe pse rruga ishte e gabuar. Tani është detyra jonë t'i mbrojmë me dashuri. Pas së dasmës, çiftet nisën një jetë të re dhe të 2 manastiret ndryshuan rregullat. Të rit pranohen vetëm nëse e dëshironin sinqerisht jetën fetare, jo nga presioni i familjes. Jeta e re fetare bazohej në thirrje të vërtetë, jo në detyrim. Dr. Cindy, që kishte ndjekur shtatzanin me përkushtim, asistoi në lindjet dhe u bë mike e ngushtë e Jacqueline-s, duke i vizituar shpesh për ndihmë mjekësore dhe shpirtërore. Tuneli, dikur simbol i fshehtësisë, u bë një kalim zyrtar. Meshkujt e manastirit tjetër mund të vinin përmesh. Manastiret nisën një epokë të re, të hapur dhe të sinqertë, ku feja ishte një zgjedhje, jo një detyrim. Përkundër gjithçkaje, Jacqueline ndjeu se Zoti i kishte kthyer kaosin në një mësim dashurie dhe dëmshurie. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Na tregoni në komente. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të shtypni butonin pëlqej dhe të abonoheni në kanalin tonë.